Në vitin 1958, Kina nisi luftën kundër një zogu të vogël, dhe kjo solli vdekjen e miliona njerëzve. Mao Zeduni premtoi ta kthente Kinën në superfuqi brenda pak vitesh. Programi quhej hapi I madh përpara, por shumë vendime po merreshin pa shkencë. Qeveria besonte se harabelat po hanin ushqimin e popullit, dhe kështu harabelat u shpallën armiq të Kinës. Miliona njerëz u urdhruan të merrnin pjesë në fushat. Urdhri ishte I thjeshtë. Asnjë harabel nuk duhej të mbjetonte. Njerëzit dolën në rrugë duke bërë zhurmë pa ndalur. Harabelat ndiqeshin, qolloheshin dhe vriteshin kudo. Ata nuk lejoheshin të uleshin, derisa binin të vdekur nga lodhja. Brenda pak javësh, miliona zogj u zhdukën. Folet u shkatruan dhe vezët u shtypën. Qeveria mendoi se kishte fituar betejën, por askush nuk mendoi për insektet që harabelat hanin çdo ditë. Pa harabelat, karkalecat pushtuan Kinën. Dhe pastaj filloi uria më e madhe e shekullit. Miliona njerëz mbetën pa ushqim. 10 miliona njerëz humbën jetën. Kur Kina kuptoi gabimin, ishte tepër vonë. Një vend luftoi natyrën, dhe natyra u hakmor.